konferencës jashtëzakonshme ku diskutua për bisedimet Kosovë-Serbi. Të ndjekim raportin e gazetarit ton Plator Avdiu. Siç ishte pritur, debati i jashtëzakonshëm parlamentar për bisedimet me Serbinë ka nisur ashpër. Partitë opozitare, LDK-ja, Vetëvendosja dhe AAK-ja, duke kritikuar atë që po ndodh me bisedimet në Bruksel, kanë kërkuar pezullimin e bisedimeve me Serbinë. Nëse qeveria insiston se këto pajtime janë arritur mes dy shteteve, atëherë ato duhet vinë kuvend për ratifikim, sepse Kosova në këto dokumente duhet të trajtohet si shtet i barabartë. Sa i përket në vetë marrëveshjeve apo konkluzioneve duhet të theksojmë edhe këtë. Mendimi jënë është ky. Me këto konkluzione Serbia qartë krijon avantazh dhe përfitime, kurse ne rrezikojmë sovranitetin tonë. Ne i propozojmë, po përsëris edhe një herë, edhe në emër të dy grupeve parlamentare, Kuvendit të Republikës së Kosovës që Kuvendi i Republikës së Kosovës të marrë vendim për pezullimin e bisedimeve Kosovë-Serbi dhe të mos pranohen të rita ashtu quajtura konkluza si obligative për Kosovën, pra kërkojmë në fund të debatit gjithsesi kësaj seance që ky propozim, gjithsesi rekomandimi ynë të hedhet në votim. Debati vazhdon me ardhjanxhinën e AAK-s, i cili kritikon ashpër qeverinë për bisedimet. Kosova nuk i ka qartësuar interesat e veta strategjike dhe do të flasë edhe pak më vonë për to. Kosova sot nuk ka interesat veta strategjike, ose të paktën përmes këtyre negociatave nuk po dëshmon se po ndjek interesat veta strategjike. Në Kosova nuk i ka sekuencu veprimet e veta ashtu që me maksimizu përfitimin për vetë. Por në mbrojtje të asaj që ndodhe gjatë bisedimeve në Bruksel, del PDK-ja, e cila beson se në këtë formë së shpejti do të vijë njoja e Kosovës nga Serbia. Besojmë fuqishëm në rekomandimet e miqve tonë, të cilët u gjenden pranë në gjithë proceset që ka kaluar dhe vazhdon të kaloj vendi dhe populli i ynë. Kryeministri Hashim Thaçi kërkon që ta marrë fjalën pas Adem Grabovsit të PDK-s, por atë drejt nuk ja jap kryetari i Kuvendit, Jakub Krasniqi. Pas grupeve parlamentare, shefa grupeve. Ai do ta merrte fjalën vetëm pas përfundimit të fjalimeve të shefave të grupeve parlamentare. Thaçi e quajti kërkesën për pezullim të dialogut si kërkesë për izolim, e përsëriti disa herë miqësinë me Bashkimin Evropian dhe SBA-n, si dhe u përkujdesi të shkëmbej akuza për këtë me Albin Kurtin e Vetëvendosjes. Kërkesa për pezullim të dialogut si vlerë edhe e popullit tonë edhe vlerë euroatlantike është kërkesë për izolim ndërkombëtar të Kosovës, është kërkesë për konfrontim me Bashkimin Evropian, NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Marrëdhëniet me ndërkombëtar i kanë taktiko-financiare edhe për pushtet, jo për shtet. Prandaj përkundër marrëdhënieve të shkëlqyeshme kemi varfëninë më të madhe në Evropë, e kemi papunësinë më të madhe në Evropë, edhe kemi Mitrovicën e ndarë me 12 vjet mas lufte. Nëse kemi marrëdhënie të shkëlqyeshme, pse s'u bashku Mitrovica? Se marrëdhënie shkëlqyeshme kanë këta vet, jo për popullin tonë, për shtetin tonë. Pos nga opozita, bisedimet janë kritikuar edhe nga kryekuvendari Jakub Krasniqi. Ai kishte akuzuar qeverinë javën e kaluar se me konkluzionet e arritura ka hequr dorë nga disa elemente të shtetësisë.